çfarë do gatuaj sot tek shtëpia e motrës për mëngjes? Sot për mëngjes do bëj një bukë me vezë, vetëm do jenë pak ndryshe. Nuk do t'i skuq në vaj, por do t'i vendos në furrë, edhe do t'i bëj me djathë grir nga lartë. Zakonisht bukën me vezë neve e ham me mjalt ose me sheqer, siç na e bënte gjyshja kur ishim të vegjël, po tani vendosa ta bëj në mënyrën e kripur. Edhe i hodha vezës brenda pak krip, pak piperë, e preva bukën pastaj në feta të holla dhe do ta ngjyej brenda tek veza. Pasi e kam ngjyrë brenda tek veza, do ta vendosë në tepsi, në të cilën tepsi ka vendos letër kuzhine, që të mos më ngjitet buka në tepsi dhe pastaj ja nuk del. E vendosa të gjithë bukën me radhë siç mund të shikoni, pasi e kisha kaluar në vezë, edhe nga lartë i griva djathin. Djath kaçkavall i griva unë, mund ta bëni edhe me djath të bardhë, po me që djathi kaçkavall shkrihet ashtu bëhet i mirë, ndaj ja edhe vendosa kaçkavall. E vendos në furrë në 180 gradë, e lë atje një 15-20 minuta derisa të shkrijë djathi dhe të skuqet buka, edhe bëhet o zot një gatim fantastik edhe shumë i shpejt për mëngjes.